Po, sa parti kemi të regjistruara ne? Na garanton që duke marrë parat e shtetit, ai nuk i merr edhe ato parat në hije ose donacione pra, në qoftë se nuk funksionon kontrolli. Kontrolli institucioneve drejtësisë, sepse e kanë vende të tjera të botës të Ervis, edhe në vende të tjera të botës financojnë vetëm nga buxheti, ka dhe vende të tjera. Ato si e bëjnë? Si e bëjnë, më ka vende të tjera? Donacionet Kamila Harris për shembull ka qenë që ka marrë më shumë donacion ndonjëherë një kandidate për presidente, ka qenë në Amerikë. Amerika ka sistemin e tillë. Ka qenë vetëm kandidate. Jo, ka diçka, ka qenë vetëm kandidate që ka marrë donacionin më të madh ndonjëherë në histori dhe nuk fitoi. Po është puna që ti mund të kesh marrë donacione, pa ai të monitoron atje. Të monitoron. Të monitoron. Do t'i marrësh, do t'i s'mund t'i vjedhësh paratë atyre. Qytetarëve ka qenë i lirë, për mos donacioneve të shumta që zonja ka marrë gjatë fushatës në mënyrë ligjore se s'ka marrë të spekulojë në lidhje me Amerikën, ajo nuk rezultoi fituese. Dhe ky është një leksion i madh që është dhënë gjithë botës, që dhe duke pasur financimin më të madh, ti nuk e shpërbën dot vullnetin e popullit. Donacion me fitore. O arbis, të lutam do i renditësh këto gjëra se shumë heshtur por i. Sepse tu blihet, të po thoja. Tani pse janë kthyer në SHPK partitore? Alesia, këtë shpjegoj. Janë bërë SHPK partit. Sepse i kanë bërë, këto partit i kanë bërë lobotomi ti popull. Se nuk ka mundësi gjithë këtë shumë me folën këtë njërë për zotin. Po t'ishin SHPK do ishte mirë, sepse ka një bilans në fund të vitit. Mu thash i kanë bërë lobotomi, më të një gjohë vetë SHPK. Kanë bërë gjilpanën në kokë, më burë. Në gjë mu. Tani. Se kanë bërë gjilpanën të akzajnë ata? Ta kanë bërë ty më të parë, të shifët shumë. Tani. Kanë bërë gjelpërën, unë mendoj që populli... Ja sa kanë bërë dhe ty, po thona, edhe 1% zvogël si ti. Por, unë nuk e kuptoj këtë pjesën, përse taksat e mia duhet shkojnë për një parti politike, më falzoj. Për që taksat e mia? Unë hapi frigoriferin edhe gjaj gjithmonë diçka politike mbrana ty mbrana. Unë e jo popull, po më lënë më të maraj. Po më lënë më të maraj. Po jo më mus, po kanë bërë gjilpanën mëse. Unë jam, një gjo, në veprime... Sa po thash dhe ti po thua për të një gjë. Jo, ti thu janë 3 gjana, në këto 3 gjana... Unë të thash janë 3 burime. 3 burime, Financimi partive politike janë 3 burime. Duhet me bërë që të një burimi. Unë s'jam antar partie. Unë po them burimet ligjore. Unë nuk jam antar partie. Në momentin që taksat e mia shkojnë për financimin e një partie, në mënyrë të panevojshme. Bëhet pa vullnetin tuaj. Edhe sot aktualisht Ju ai kush? Ju personalisht. Po pse? Qofse ju dëshironi të bëni një donacione, bëni se ju... Donacioni o pun tjetër. Donacioni le ta bajnë. Po vlisë për antarët e partisë, se jeni kish kuptuar. Jo, të tha janë 3 burime. Unë të thashë këto 3 burime, vile t'i bajnë. 3 burime i një ligji. Ligji ka 3 burime. Mos me tërhisni në atë që keni qef më thanë ju.